Ka thënë Rasulullah alayhi salam për një njeri i cili ka me ardhë në ditën e gjykimit, e ka më thënë atina, a ke punu ndonjëherë në punë të mirë? Kujt e thuat kështu? Dikujt i cili ka vepra të mira shumë, apo dikujt i cili ka vepra të mira pak? Normal këtij dytit. I thuat, a ke punu ndonjëherë në punë të mirë? Ka me thënë ky robe jo, veç se unë kom pas pasuri, e kom shkep me vade, ju kom thënë njerëzve hoa. E kur i kom qu punëtorët e mi me i marë, ju kom thënë, ai që ka mundësi me jo këthy paret, sill në mirë me ta, edhe kështu nëse ka nevojë me zgat vadën ose diçka, jep një vade, e kur shkoni te ai i cili s'ka mundësi me jau këthy, kalane, anash kalane. Në të kuptimin banu kështu se kena pa, banu kështu se kena dit, banu kështu se kena ni, edhe në qofë se s'ka mundësi, shtynë ja vadën edhe banu kështu se kena ni për ta, kështu kena harruhe. Në të kuptimin, kalane, mosu nalni të ajmi ju koqit të dyrt, ja kemi në edhani, ja s'dalën për këtu uhet. Kalane, mosu koqit në të aj, me shku të aj edhe mu koqit të dyrt, ja kemi në edhan paret, ja nuk dalën për këtu uhet. Jo kështu, kalane, këtë punë e këmë baja Rabbel Alimin, kur gjatë tjetër veç ju këmë thonë punëtorëve të mi, kur shkani të kë, i cili na ka barqë, mirë po nuk ka me na i këthy, kalane, mosu nalni aty, largano, kalane me të mirë, banu këshe, edhe këshe e largano. Thot Muhammed a.s. ka me thonë Allahu me lejke, na je ma meritor me anë shkalu këta. Atë kuptimin, na je ma meritor më ba, mos me akshyrë ti në të këqia që i ka. Kalane, fot në gjenet, pej asoj veprës që e ka ba kë, e ka prit nevojtaren. Nuk ju ka nalë të dyrt, ke pa në nalë me të dyrt. Himra në dyrve edhe që atë rrim, dhejt në që paret. Kështu im na, e di që kanë nuk kanë faj njerëz, se një me ju mba dë njerëz, Allah në rujtë, ta bim punën shumë keqë. Mi po provuaj gjithmonë mos jellë mirë me ata i cili s'ka mundësi me ta këty borxhin. Allah në rujtë në ba për muslimanët mirë.